qartazi problematikat janë të dukshme për vërtetës, Partia Demokratike ka një problem realisht në raport me përfaqësimin, dhe ky është një fakt që ne duhet ta themi. Pra, ne kemi disa deputet që realisht nuk janë përfaqësues në elektorat, dhe pastaj kjo sjell efekte zinxhir. Po le të mbetemi pak te ajo që ndodhi dhe duhet shohim pak edhe kontekstin. Është një diçka që pak po ceket, për shkak se edhe në mediat shqiptare trajtohet shumë pak çështja e fuqizimit të karteleve të drogës. Janë mediat ndërkombëtare që prej ditësh, jo më larg se sot, një media belge kishte lajmin për arrestimin e 8 shqiptarëve të cilët kishin kërcënuar një prokuror belg, që ndër të tjera kishte hetuar dhe dosjen Toyota Yaris dhe ishte shprehur për pastrimin masiv të parave në Shqipëri. Tani unë them që opozita ende nuk është në atë nivel për të kuptuar se cili është realisht halli më i madh i Edi Ramës. Dhe hallin më të madh të Edi Ramës ne mjafton të lexojmë Departamentin Amerikan të Shtetit dhe Ambasadën Amerikane. Ka thirrur së fundmi zotin Dumani në Departamentin Amerikan të Shtetit. Është pyetur për 2 çështje kryesore. Një janë kartelet e drogës dhe çështja tjetër është pastrimi i parave në ekonomi, në turizëm edhe në ndërtim.